Këtu është horoskopi i shtun 8 nëntor 2025. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Nëse muajt e fundit ka pasur një ndarje, tani mund të ketë një rikthim apo një njohje të re, kjo varet edhe nga ju. Lajmet e mira mund të vinë pa pritur. Demi. Perspektiva interesante për çështje sentimentale. Ndjenjat pozitive që vinë. Binjaket. Në dashuri mund të rikuperoni një tension të lindur ditët e kaluara. Energji dhe vitalitet për ata që aktivizohen. Gaforja. Ju mund të prisni shumë nga vetja, përpiquni të detyroni situatat në avantazhin tuaj. Merrni përsipër të gjitha angazhimet me paqe mendore, por mbani mend se jeni gati për një ndryshim të madh. Luani. Sot jeni intolerant. Vëmendje në nivelin sentimental, sot dikush do të duket ndryshe nga sa keni imagjinuar. Në kuptimin më praktik, ka shumë konfuzion aktualisht në jetën tuaj. Virgjeresha. Ju do të pastroni tensionet në familje me vullnet të mirë, por keni kujdes nga disa borxhe të vogla të mbledhura gjatë viteve të fundit, një ditë në përgjithësi të vlefshme. Peshorja. Sot mund të lini që bezdik e vogla ose disponimi për koshëm i keq t'ju rrëshqas nga supet, fal kontributit të ngrohtësisë njerëzore që vjen nga dashuria, veçanërisht ato miqësore, pika e vërtet e fortë e përvojës suaj. Akrepi. Shpenzime për diçka që nuk ja vlen. Kushtojini vëmendje çështjeve praktike në familjen tuaj. Shigjetari. Takimet e preferuara, edhe në këtë moment, edhe pse nuk jeni dikush që ju pëlqen të lidhni duart dhe këmbët, mund të ndikoheni nga një ish ose t'i ktheheni ekskluzivisht dashurisë. Britsjapi. Filloni këtë ditë të mbushur me optimizëm të ndritshëm dhe një ndjenjë të madhe vitaliteti. Dëshira për rinovim dhe ndiheni shumë i fortë, me partnerin e duhur në krah mund të bëni zgjedhje për jetën, lajme për të gjithë. Ujori. Ju jeni një njeri mjaft i qetë. Emocionet të forta lindin gjatë kësaj dite, të cilat duken paksa të lodhshme ose të pasigurta. Peshqit. Faza e ngadaltë e lëvizjes, sot mund të ketë edhe një rënje të vogël fizike ose dëshirë për të shkuar vetë, për të tërhequr prizën. Braktis melankolin sidomos në dashuri, jo kujtimeve të trishtuara. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.